Për 6 vjetë, kryeministri Kurti, ku e rendit në renditjen e kryeministra? Një element pozitiv mund t'ja themi si rezultat edhe i kokëfërcisë edhe i bindjes tij, që gjendja faktike në veri ka ndryshuar pas sulmit terrorist në Banjska dhe grupet terroriste atje nuk demonstrojnë. E gjykojmë me aferën e rezervave shtetërore, e gjykojmë me skandalin me energjinë elektrike, e gjykojmë me gjitha skandalet me radhë, duke vazhduar një pas njeri dhe me munges kapaciteteve për qeverisje. E gjykojmë me dërgimin e vendeve 3 palë zgjedhje një mas një, si rezultat i pa mundësisë për me ndërtu kompromis, si rezultat i pa aftësisë për me kuptu se demokracia është kompromis dhe është një mekanizëm i cili duhet të ndërtohet në kuvend, i cili garanton një shumicë qeverise. Pra, nëse gjitha këto i mungoj një qeverisja, a duhet të japet besimi edhe për një herë tjetër që të na dërgoj edhe një herë zgjedhje. Tha që Albin Kurti është kryeministri me një gjatësinë më të madhe. Ke qenë kritik kundrejt edhe kryeministrit që ka ardhur atko nga LDK-ja. Ju, Vjosa, disa figura në atko të LDK-s, keni pas qëndrim dinitetshëm për te subjektit politik kur ka ardhur puna te mirëqenia dhe të qytetit shtetarit. Nëse sot për 6 vjetë, kryeministri Kurti, ku e rendit në renditjen e kryeministra? Po ta shtroj, ka me plot e drejtë me ta shtroj këtë pyetje në renditje, se ke qenë i kundër, ke qenë i ashpër edhe ke mbrojt interesin qytetar edhe kur kryeministri ka qenë për LDK-s. Ku e rendit në këtë renditje të kryeministrave? Ku renditet? Maj keqi, nëse renditëm kryeministrat Matçi, ku renditet zoti Kurti? Në kapacitetet e qeverisjes mendoj se është ndërmat doptit, qeverisjes së brendshme. Në kapacitetet e zhvillimit ekonomik, mendoj se është më i dobti. Në kapacitetet e zhvillimit e infrastrukturës, mendoj se është më i dobti. Në kapacitetet e ndërtimit dhe zhvillimit të arsimit, mendoj se është më i dobti. Në kapacitetet e ndërtimit dhe zhvillimit të shëndetësisë, të kulturës, është më i dobti. Në kapacitetet e politikës jashtme, fatkeqësisht është më i dobti. Sepse Kosova ka qenë në sanksione, Kosova ka qenë e bllokuar për vite me radhë dhe ka humbur rreth 1 miliard euro nga Bashkimi Evropian. Në kapacitetet e raporteve në pjesën veriore të Kosovës, në aspektin praktik mendoj se ka pas një progres, ndërsa në aspektin ligjor ka pas një përkeqësim edhe në raport me zotin Thaqi dhe Mustafa, sepse me zotin Haradina nuk ka pas ndonjë zhvillim domethënës në raportet me bisedimet me Serbi. Pra, në këto kapacitete... Nëse matë në këto kapacitete, do dhe kryeministri më i dobti sipas Arpengashit Albin Kurti si kryeministër? Në kapacitetet e qeverisjes po, mendoj se një element pozitiv mund t'ja themi si rezultat edhe i kokëfërcisë edhe i bindjes tij, që gjendja faktike në veri ka ndryshuar pas sulmit terrorist në Banjska dhe grupet terroriste atje nuk demonstrojnë, por gjendja juridike me marrëveshjen e nënshkruar në Bruxelles dhe marrëveshjen për sekuencimin e marrëveshjes së Bruxellit e nënshkruar në Ohër, gjendja juridike për veriun është e përkeqësuar dhe përkeqësuar shumë rënd. Pra, rreziqet janë aty, rreziqet janë shumë të mëdha, gjithsesi ne si shoqëri politike, si klasë politike, kemi për detyrë që të marrim përsipër që Kosova të jetë një vend i qëndrueshëm, i sigurt, i zhvilluar me perspektivë. Pra, që bujku që prodhon qumshtin në Kosovë, që janë me mira fermer sot që po e derdhin qumshtin sepse nuk po kanë treg ose është duke u kërkuar prej prodhuesve qumshtit nën vlerën e tregut, është diçka jashtëzakonisht e dëmshme dhe duhet të ndalet. Po ashtu nëse marrim për shembull dhe shohim rajonalisht, nëse është rrugën për Gjilan, pra rajoni Almaravës nuk ka asnjë lloj zhvillimi. Nëse është rrugën për Podujev, cop e harnume, halas është përfundu krejt dhe ani vazhdojmë ndodh aksidente. Nëse është Shepeja, rajoni Dugaxhinit, rruga për Pej, mas 10 viteve në fakt që është marrë kredia që është aprovu, ka fillu tash me ushtru, ndërsa masat e sigurisë rreziqet njerëz po vriten. Rrugën për Gjakovën njëjta gjë. Deponia e mbetorinave për trajtimin e mbetorinave në sferk të Pejës është një mal me mbetorina që po e vret gjithë zonën, po e prish turizmi, po shkatron të ardhmën e Kosovës. Rruga për Rugov e shkatrume, turizmi në Kosovë i shkatrum. Njerëzit e Kosovës po ikun me bë turizëm në Shqipëri, Malzi, Greqi, sepse s'kan çfarë me bën në Kosovë. Pra, nuk ka një platformë, një ide të qartë çka do me bë. Cilat janë avantazhet tona?